Greva e minatorëve të Trepçës më 1989 për shumë studiues është një farvije ku ndahen kohët. Të shumt janë ata që vinë në përfundim se shembja e ish Jugosllavisë nisi pikërisht në Kosovë dhe atë rreth 850 metra nën sipërfaqen e tokës, në horizontet e minjerës së Trepçës në Stantërg. Historia e atyre 8 ditëve të shkurtit s'bëhet kurrë plot. Secili rrëfim i rreth 1030 minatorëve është histori më vete. Përtej simbolikës, greva dha shumë efekte. Mobilizoi shqiptarët, ngjalli solidarizim dhe i tregoi regjimit të Serbisë se mund të përballet edhe me rezistencë. Krejt këto e shumë më shumë lexohen në fotografitë e Hazer Rekës. I shoqëruar nga gazetarët Blerim Shala e Halil Matoshi, Reka do të zbriste te minatorët për të rrëfyer atë që shihte nëpërmjet objektivit të tij si fotoreporter. Një pjesë e atyre fotografive sot duken si eksponate, dhe të tilla janë. Shpërfaqin ditët kur historia e Kosovës dhe e krejt ish Jugosllavisë po ndryshonte. Shkrepjet e Rekës aso kohe për zërin e rinisë tregojnë një shfaqje pakënaqësie e rezistencës të punëtorëve të minjerës. Bashkojnë portretet që tash mund të shihen edhe si aktorët kryesor të një drame kolektive që dikur kërkonin të drejtat e tyre. Imazhet përshkruajnë minatorët në demonstratat e vitit 1988 dhe grevën e vitit 1989. Në ekspozitën Dalja Ndrit e hapur në Villa 1925 në Prishtinë, krejt afër ndërtesës së komunës, Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se fotografitë nuk paraqesin vetëm ngjarje historike, ato ruajnë fytyrat e njerëzve që qëndruan të palëkundur në mbrojtje të drejtave të tyre dhe të gjithëve. Në secilin imazh shohim guximin, solidaritetin dhe këmbguljen e atyre burrave dhe grave që u bën simbol i qëndresës në Kosovë. Kjo ekspozitë na rikujton se historia nuk jeton vetëm në libra, ajo jeton në kujtime, në dëshmi dhe në fotografi si këto, të cilët i kanë mbijetuar kohës për të na treguar se nga kemi ardhur dhe çfarë sakrificash janë bërë përgjatë rrugës që e kemi ndjekur si popull. Shkrimtari Halil Matoshi, koleg gazetari i Rekës, në ato kohë dhe mik i tij, ka thënë se tregimi më i dhëmshëm, por edhe më frymëzues i mbijetesës në epokën tonë lidhet me minatorët. Ka treguar se 33 minatorë të Kilit në San Jose më 5 gusht 2010 u bllokuan në 700 metra thellësi në shkretëtirën Atacama. Ka thënë se një dokumentar i realizuar për ata ka frymëzuar kombëtaren e Kilit në futboll. Sipas tij, rrëfimi i minatorëve të Kosovës duhet të frymëzojë kombëtaren në futboll e edhe politikanët. Droma ndodhin në katën e 7 po të përmbysur. Do me thonë në katën e 7 të përmbysur. Ku drita e diellit nuk s'drit, po merr formën e syve të njerëzve që qesin gacëria. Minatorët u shndruan në skulpturat njerëzve që lypin djeri. Asi njerëzit i monin mend me 2 gishtat ngritur. Monumentet gjalla për mishë, e të lyme me plumb, të ero me kozmat e fundit shpirtit portat e ndryshkunat atë një regjimi gjakatar. Skalitën me brimën e tyne, sagën ma të dëshme Kosovës lirinë e saj. Burhan Kavaja, i cili aso kohë që drejtori minjerës së Trepçës, ka treguar se kombinati kishte 21.750 punëtorë me të ardhura $200 milion e eksport $120 milion. Ka thënë se paraprakisht kombinati u gjend në vështirësi për shumë arsye, si mbipunësimi e kredit që nuk i shfrytëzoi vetë. Sipas tij, Aziz Abrashi, si udhëheqës i krejt kombinatit, bashkë me stafin e tij, përmirësuan gjendjen. Furnizimi krejt kohën u bojke prej Krushevcit. Krushevci zhvillimin më të madh materiale e ka pas prej Trepçës. Ato e ndërprem dhe furnizimi ja filloi më bo prej dërmarrjeve të Kosovës. Këto po e them për arsye se shumë është me rëndësi me ditë cilat kanë qenë para përgatitjet që kanë paraprit çështjes së grevave të minatorëve.
në situatë kur ushqimin e ndajtëm si staritër edhe e shkatrum atë pjesën e rjetës shërbomove, se ata kanë pas kritë dorë, atëre e këshu ma lekë që me bo një rezistencë. Vetë autori i fotografive ka treguar se një koleg i tij nga Beogradi për një agjenci austriake kishte raportuar se gjoja minatorët në mbrëmje shkojnë në shtëpi dhe në mëngjes të pastruar i bashkohen grevës. Edhe unë e bona një reportazh, mandej është realizu edhe një dokumentar prej televizionit sloven. Reportazhi im është plasu me shumë gazeta slovene, sidomos në Maribor. Edhe fakt si revansh, unë e bona atë reportazh që me tregu që nuk është e vërtet që ata po dalin për atë. Ka treguar se pas luftës i ishte thënë se fotografitë e tij ua kishin mundsuar shumë minatorëve që t'u pranohej kërkesa për azyl në vende të ndryshme. Por fotografitë e Rekës, po ashtu shumë vendeve të botës, i treguan për dramën në zgafellat e Trepqës, për dramën e shqiptarëve të Kosovës.